tymnajt populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Tymnaj populiste e krijuar dhe e shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve. Dini çfarë është linçimi? Linçimi, mund t'ja u them unë, sepse unë e kam provuar linçimin. Linçimi është diçka krejt tjetër. Nuk ka lidhje fare me një qëndrim publik ku as nuk është përmendur njeri me emër, as nuk është fyer dhe etiketuar njeri, por është ngritur një problem i madh dhe serioz. Ju zotëri kërkoni 37 milion euro plus nga buxheti i shtetit për t'i rritur vetes tuaj pagat. Kjo është e vërteta që nuk e luan topi. Dhe që ta dinë shqiptarët se çfarë kërkoni ju dhe për çfarë jemi ne në gjyq me ju në gjykatën kushtetuese, shqiptarët duhet dinë që ju kërkoni që për gjykatarin e shkallës parë paga të shkoj nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit paga të shkoj nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro.